Prej disa ditësh, protestat masive të fermerëve në Greqi me traktor në akse kombëtare dhe pika kalimi kanë sjell bllokime të përsëritura rrugësh dhe të pikave doganore duke shkaktuar vonesa zinxhir edhe për agjenci turistike shqiptare që udhëtojnë drejt Greqisë dhe Turqisë me autobus dhe mjete toksore. Problematika më e madhe ishte gjatë ditëve të festave të nëntorit. Një pjesë e tureve që ne zhvillojmë janë ture kyçe, për shembull që zhvillohen qoftë ditore, qoftë mini nat fjetje apo dy nat fjetje, kryesisht me Greqinë, ka pasur ndikim shumë të madh, sidomos edhe për turet e larta që ne bëjmë turin e Stambollit, që kalon patjetër nga Kapshtica, ka patur bllokime shumë, sidomos tani për pjesën e festave dhe ka ndikimi më i madh ka qenë tek pjesa e turistëve në momentin kur ato kanë pritur me orë të tëra për të patur mundësi për të kaluar dhe për të shkuar për të festuar ato ditët e pushimit që ato kanë patur. Një pjesë e mirë e turistëve na kanë kontaktuar në telefon dhe kanë shprehur shumë pak kënaqësi për këtë pjesë për shkak sepse numri i ditëve të kufizuar i festave nuk kanë arritur dot që të përmbyllin edhe programin që ne kemi shpalosur në fillim për këtë. Por çfarë kostosh ka sjell kjo vonesë? Ndreu sqaron se shumë udhëtime janë shtyrë dhe turistët kërkojnë kthim të parave të shpenzuara, por pagesat ndaj hoteleve kryhen paraprakisht. Patjetër që kosto ka, qoftë pjesa e transportit kosto më e madhe për shkak sepse ato shpenzimet kryesisht që ka mjetet e transportit, që janë naftat e tjerë, të cilët për të tëra duke qenë se ata kanë pritur, kanë patur mundësi që mos të shkojnë në orarin e dur, mos të kapin pikat në kohën e dur. Për dy turet të ardhshme ne kemi anullu një pjesë tyre me të drejtën, sepse është e pamundur për të futur për momentin, po mendojmë që për rreth mas 2 javë apo 3 javë do normalizohet gjendja dhe do fillojmë prapë të turet e tjerë. Rimbursimet çdo turist kërkon atë pjesë të rimbursimit, po duhet ta kuptojnë që pjesa më e madhe e rezervimit bën paraprakisht dhe është e pamundur pjesa për të kthyer qoftë një pjesë pagese, po problemi është që te pjesa e pagesave gjithmonë çdo operator është e pamundur pjesa e rikthimit për shkak të përnatimit, hoteleve, transportit dhe shumë mjeteve tjera që ne kemi gjatë një turi. Agjencitë turistike thonë se situata mbetet dinamike dhe e varur nga vendimet e protestuesve dhe policisë greke.